Atëherë, Eliona nuk është ajo që sillet, Eliona ka ikur, Eliona kështu, Eliona ashtu. Kam parë, më kanë ardhur shumë mesazhe në Instagram ku më kanë thënë që shiko Andrea se Eliona kur ka qenë e vogël ka ikur në shtëpia e më thet thash. Dhe unë thash në Insta story dhe mi, kush më ndjek në Instagram e kupton, domethënë të gjithë ato që unë komentoj. Shikoni, unë e kuptoj shumë bukur që Eliona ka krijuar papritur një fanbase shumë të gjerë, si ata që e duan dhe ata që e kanë inat. Pra, dhe normale kur krijon një fanbase të madh, domethënë fanca, do të thotë që do të kesh dy lloj kategorive, si ata që të duan dhe ata që nuk të duan. Në këtë rast janë shfaqur si kërpudhat mbas shiut shumë nga ata që ja kanë inatin, ndoshta sepse janë simpatizant të disave prej atyre banorëve në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4. Por kjo gjë Elionën nuk e pengon tek ata që e din vërtet historinë. Ajo Eliona që thoni juve, që të tjerët kanë folur që ka ikur, është arratisur e ku diun shumë gjërat, në gjërat më të ndyra, gjë që nuk ekziston, në profilin e saj zyrtar, familjarët e saj kanë deklaruar dhe kanë sqaruar se si ka qenë situata dhe se si ka ndodhur e gjithë gjëja, pra që në moshën 7 deri në 13 vjeç ka qenë në një familje gjermane, pastaj ka ikur, e keni shkrimin këtu lart më së miri që ka shpjeguar vetë familjarët e Elionës. Tani, unë e shikoj shumë bukur se ne shqiptarët jemi gjithmonë duam atëherë kur jemi për toke, të duam atëherë kur jemi për toke. Nuk të duam asnjëherë atëherë kur fillojmë ngrihemi, atëherë kur fillojmë ndryshojmë për jetën tonë, atëherë kur fillojmë të përmirësohemi për jetën tonë. Domethënë, nuk na duan dhe nuk i duam njëri tjetrin atëherë kur jemi mirë. Dhe duam vetëm atëherë kur jemi për gjynaf. Kështu që Eliona në këtë lloj momenti ka krijuar një figurë mjaft të mirë në Big Brother VIP Kosova 4 dhe normale simpatizantët e kundërshtarëve të saj ndoshta kanë arritur që të bëjnë këtë lloj spekullimesh apo këto lloj deklaratash të nxjerra jashtë kontekstit, pra në një konotacion komplet ndryshe nga ajo çfarë është në të vërtetë. Unë thash në Instagram sot në mëngjes, nuk do të reagoj, por nuk pata informacionet e sakta, sepse nuk dua t'ia fus pordhës kot asnjëherë, se nuk më interesojnë as klikimet, as like-more, as mos bëni fare, po fare, thjesht duke ditur që unë jam pak, domethënë që i komentoj këto formatet dhe e shikoj që njerëzit më dërgojnë Andrea, po shikoj çfarë po flasin gjuna kështu, po Samira bëri kështu, po shikoj kështu, çfarë mendimi ke kështu. Okej, në rregull, ju e dini që prej 7 vitesh unë i komentoj këto lloj formatesh dhe ditë i analizoj, mendoj deri në gjën më të duhur. Do thoni juve, Andrea të pam ty te firma se si ishe bla bla bla. Po shpirt, po. Është e vërtetë që më keni parë, po më keni parë atë që ju kanë dhënë juve të shikoni, ju atë çfarë është bërë dhe çfarë kam qenë vërtet. Pa e miksuar këtë pjesën e fermës me këtë Big Brother VIP Kosova 4, dua të them që nëse nuk dini të bëni mirë ose nuk të bëni dot mirë, atëherë mos bëni keq. Kështu që lërini atë vajzë, boll spekuluat dhe boll hodhët balt, edhe bollu erdhi i natë, se vërtet është një vajzë ndoshta në një moshë, le të themi, në hapat e para të saj, të pjekurisë, siç është mosha 18 vjeçare që është ajo, por kjo gjë nuk e penalizon atë të bëjë një lojë, sepse ndonjëherë duhet dini që diamanti është i voçkull fare, po ka një vlerë shumë të madhe. Pra, nuk kanë fare të thotë se sa vite je dhe aq je i pjekur. Ka 40 vjeçar, ka 50 vjeçar, janë kohë që kanë arrin në mendje sot. Ka nga ata 18 vjeçar, 16, 15 që t'japin ujë në bish të lugës. Pra, nëse u vjen në natë, pini uthull natë për natë, ose shikoni nëndra natë për natë, se s'keni ç'a bëni. Kështu që unë nuk jam absolutisht kundër të mos komentoni, por lërini ç'a ka ndodhur më përpara, ç'a ka bërë në jetën private, e keni kot. Komentoni atë që ndodh brenda atyre mureve të shtëpisë të Big Brother VIP Kosova, brenda atyre mureve, mos shkoni përtej mureve, se nuk keni askush të hyni në jetën private, apo ta nxjini në konotacioni, ta nxjini fare në kontekstin, në një konotacion tjetër, komplet historinë që mund të ketë çdo lloj personazhi të brenda. Nesër pas nesër mundet edhe unë të futem diku mbase në këtë të tillë reality show siç është Big Brother, po ç'a mund të thoni juve për mua për shembull? Ç'a s'mund të thoni? Pse duhet të thoni njerëz, se kuptoj. Kështu që nuk keni punë,
jo me Elionën, po as me Benitën, as me Albën, as me qa ka i Lundrus, ai çuni Bjondi, as me Klajdin, e ku di unë në thetë tash. Juve komentoni atë që shfaqet në televizor ose netëve të Prime-it që transmetohet dhe ta komentoni atë që të gjithë kemi parë, jo atë që dini vetëm juve, që disa njerëz dashakeq të X personi që ju ka dhënë këto info, ju thot ose nxjerr dufin ose ju përdor që juve këto t'i përdorni si një disinformacion për njerëzit që ndoshta të krijoni një lloj mënyre, një lloj grupi që shikos që ka bërë ajo si sillet, domethënë si avlen ajo ka çdo njeri, shiko, gabimet janë për ne të gjallë. Kush gabon vllai se jemi të gjallë. Lum kush mëson nga gabimet, çdo kush meriton të jepet një mundësi e dytë. Kështu që nëse ka gabuar dikush dhe ndryshon, halal i qoftë, po çati bësh atij që gaboni nuk ndryshon, ai po, atij le Zotit ndor. Kështu që lani qeta të gocën, jo se un kam marrë ai lek, o harrami paça ilaçe i bëfsha se s'kam lidhje fare në këto, hiç fare, as nuk kam kontakt, as kam follow asgjë, po thjesht më duket çupe mirë dhe kaq. Ajo Klajdi, ai çuni i Netflixit në Italia, çuni edukuar më duket shumë, ku ushtrimi, po ashtu çuni mirë, e ç'a të them unë ty. Kështu që mjaft me këto gjëra se janë zorët namin kota saj çupës.